Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Të dashton dhe të shtrajt vëllezër dhe motra të pranishme. Në fakt, kjo është një mramje shumë e veçantë për mua. Edhe, po i thoja dhe të dashtonit teologut Lavdrim Hamja, që e kam mendu për disa ditë me radhë se çfarë do të flas në këtë mramje, që kur doktor Feridi pati mirësinë me mëftu. Edhe unë dija shumë mirë se do të isha përpara disa vëllezërve dhe motrave, si të isha përpara një provimi jo të lehtë. Pastaj mendova edhe rreshtova disa fjalë, disa pika të cilat du t'i vendos përpara durve tuaja, duke u mbështet tek ajo çfarë doktor Feridi ka kërku prej meje, me fol rreth dritës që nuk shuhet, edhe me hedh dritë rreth disa zhvillimeve të para 90-s, 16 nëntorit edhe këtij realiteti me të cilin ne përballemi çdo ditë. Dhe me qenë se gjatë këtyre ditëve në qytetin e Shkodrës ka ardhur për vizitë një prej mësuesve edukator të mi dhe të shumë prej teologëve që kanë studiuar në fakultetin e thirrjes islame në Damask, profesor doktor Ibrahim Matar. Dhe me qenë se profesori, edhe pse i ka kalu të 80-at, ka një memorje fantastike dhe është një njeri që lexon pafund. Dhe me qenë se profesori i nis ligjëratat e tij me tregimet, thash po huazoj një prej tregimeve me të cilat ai na tërhoqi vëmendjen drejt një mësimi shumë të madh para disa ditëve. Edhe tha, sikurse edhe e gjeta të shkruar pak më vonë, se kryeministri i hershëm i Britanisë së Madhe, Churchill, mlodhi një ditë ministrat e tij, edhe kërkoi nga një prej punonjësve që të sillte një gjel. Dhe e lëshoi në mesin e asaj lulishte ku po qëndronin. Dhe tha, ai që e ka të gjel është i tij. Edhe njerëzit u ngritën edhe vrapun pas gjelit, ai shkonte ato mbas ti djathas majtas dhe pa asnjë lloj rezultati me fti dashur. Pastaj bani me shenjë dhe tha, hidhni edhe një gjel të dytë. Edhe e hodhen atë. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Dy gjelat filluan të hahen me njëri tjetrin. Dhe ky u ngrit dhe kapi njërin prej tyre. Dhe tha, kjo është politika. Unë po kthehem aty ku në fakt duhet të nisim çdo herë, edhe me çfarë duhet nisim çdo herë, me xhliset tona dhe takimet tona, një ajet për ajeteve të Kur'anit famullar. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala urdhën dhe thotë: "Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhi al-haq, e vërteta. Wa zahaqa al-batil. Dhe me thanë u qërënjos, u zhduk, e pa vërteta, ose e kota. Edhe, subhanallah, si kur se thonë edhe mufesirët të Kur'anit, mund të kishte thanë, inë në batile kene zahiqan. Dhe me thanë, shuhet edhe të prishet, zahuqan, një formë hiperbole. Dhe me thanë, nuk ka gjasa që e pa vërteta dhe e kota të triumfoj për balë të vërtetës. Po edhe nëse kaloi 23 vite, edhe nëse kaloi 23 vite. Edhe nëse ka 23 vite ateizëm, edhe nëse ka 23 vite ateizëm. Po të shihni dokumentarin apo filmin, ato pjesë të filmit ku është regjistruar turma e madhe e njerëzve pas aty në 23 viteve, të cilë largohen nga qyteti i Shkodrës dhe vinë në Kam, Brik, Kalas, Rozafa. Ata që kanë ardhur në Shkodër apo janë nga Shkodra e dinë se sa e lodhshme është marrë nga zemra e qytetit me shku në Kam deri te Kalaja, sidomos të shemi Bademela. Edhe kemi mjete edhe nuk begenisim me bazë dhe të hapa. Imagjino para sa vitesh, para 35 vitesh. Dhe turma pa fund. Dhe të duket sikur ti, duke pa ato turma që vinë drejt asaj që ka ngel nga xhamia e Plumbit, të duket sikur po lexon apo po sheh me symyll përkthimin apo vërtetimin e ajetit kuranor wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turma që shkojnë pas kujt. Edhe për çfarë?
shkojnë për të dëgjuar një hoxh. Dhe sa prej tyne ju ka kalu kohë, vite, dekada dhe nuk kanë pa një hoxh me qallë me gjybe. Dhe i fundit, apo në ata pak nxënës të hoxhallarëve të vjetër të Shkodrës, që ka ngel gjallë dhe i ka shpëtu burgjeve të komunizmit, është Hafiz Sabri Koqi rahmet past, i cili del edhe ka një fjalë shumë të madhe përpara turmës së pa llogaritur të njerëzve. Edhe thot, vllazën dhe motra, musliman, katolik, ortodoks. Edhe vazhdon fjala e Hafizit. Dhe unë të nalem. Nalem edhe përpiqem me e sjell Hafiz Sabri Koqin në të sotmen. Dhe përpiqem, prof i dashton, me e pa Hafiz Sabri Koqin në një tribun brenda xhamisë së Plumbit sot. Pasi ajo ka shku në vendin e duhur, duke marrë një fjalim përpara asaj turme të madhe njerëzish. Edhe pse gati e kam një bindje se ajo turm nuk mund t'i përsëritet ma Hafiz Sabri Koqit edhe po të ishte në mesin tonë. Por që gjithsesi, edhe mos lejoj që të hapim dyrët e shejtanit pa nevojë, e gjejnë sot Hafizin duke thënë kështu, duke na u drejtuar të gjithëve nga mimberi i xhamisë së Plumbit, vllazën dhe motra, edhe mes klapave duhet dal paksa nga formimi im, edhe jam në dilemë, a ti përmendi disa emërtesa apo jo, por do t'i përmend. Ai që do të ma marrë për shumë, i qoftë halal, e kush do të mirë kuptoj, e falenderoj me zemër. Vllazën dhe motra, sufi, selefi, medhebi, jo medhebi, qa jeni e qas jeni. Hel fikum min rajulin rashid. Kështu e përfituroj duke thanë. Sot pas 35 viteve. Dhe me thanë, a ka kuptim që pas 35 viteve të një aktiviteti në liri, të gjenë që bashkësia muslimane e shqiptarëve përpëlitet në këto ujëra që përpëlitet sot, ku ka ma shumë emërtesa grupesh, e sektesh, e po them tarikatesh si emërtes, jo si thelb, se sa me menu, me ull edhe me thanë, ore, ne kush jemi, edhe ku po shkojmë. Edhe duket se ajeti kuranor, kullu hizbin bima ledejhim ferihun, duket se kur tingëllon në një mënyrë që na tërheq vëmendjen. Kjo nuk është rruga e jonë. Dhe kjo nuk duhet jetë rruga e jonë. Dhe në këto 35 vite, ose pas këtyne 35 viteve, është shumë e thjeshtu me ardhë me ju tërgu ju histori të shkuara. Dhe me ju tërgu disa prej kujtimeve edhe të mia personale. Me ju sjell në vëmendje edhe disa rrëfime të shkuarve, që janë plot emocione dhe jemi bindur se shumë kush për jush edhe mund të lotoj. Mirë po, ne ku jemi o vlla? Ne ku jemi sot? Ne sot nuk kemi një bashkësi muslimane me e majt kryt nalt. Dhe kur them bashkësi muslimane, dhe me thanë elementi musliman i vendit, dhe jo institucioni në vetvete. Dhe këtu me vjen ndërmend një ngjarje që unë kam shumë për zemër dhe e them shpeshherë. Ndoshta në vitin 1972 ose nëse gaboj nuk ka hiç rëndësi. Kryemiftiu i Sirisë aso kohë viziton homologun e tij aso kohë në Arabinë Saudite. Dhe ke parasysh Sheikh Ahmed Keftaru dhe Sheikh Ibn Baz, ato dy njerëz të mëdhenj të kohës që bashkohen me njëri tjetrin. Dhe duket gati e pa imagjinueshme. Por është e imagjinueshme edhe për te saj. Dhe Sheikh Ibn Baz i thotë kryemiftiut të Sirisë, i thotë hirësi, unë kam dëgjuar për ju dy lajme kontradiktore. Thonë për ju se jeni sufi, e thonë për ju se jeni selefi. Edhe ato dyja nuk bashkohen. Kryemiftiu, që me sa kam pa dhe me sa kam lexu, nuk kam pa njëri ma të urtë edhe ma vizionar edhe ma të vëmendshëm se sa ai zotni, i thotë duke buzëqesh, thotë unë i kam bashku të dyja. Që do të thotë se
Nëse sufizmi, edhe në parantez, Hoxha Ahmet Pas thërisë drejt të largimit dhe distancimit nga embërtesat. Nëse sufizmi është përkushtimi për të edukuar nefsin, për të shtu dashninë Allahut Azza wa Jall, dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, me e shtu dhikrin e Allahut Azza wa Jall, me ke njëri i moralshëm, me ke njëri i sjellshëm, edhe thuj pafund, e të gjithë ne jemi sufi. E nëse selefizmi në thelb është me ndjek pejgamberin alayhi salatu wasalam, me shku pas dijes, me shku pas argumentit, me shku pas gjurmëve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, me u kap pas gjanave thelbësore në fe, të gjithë jemi selefi. Mirë po, a nuk është koha që me e jetu islamin dhe me e lexu islamin nga aty ku Zoti i gjithësisë don nga gjithsecili prej nesh, larg emërtesave që gjithsesi krijojnë ndarje dhe përshardhje në mesin e njerëzve? Sepse në momentin që unë do t'ju them ju, në këto momente, unë Muhamet Gjytari jam sufi, dikush do të thotë primën, ose nëse do të them unë jam selefi, dikush do të thotë, po ky pas ka mjekra në vogël. E në fakt, ne kemi nevojë që sot pas tyne 35 viteve, me nu pak sa ndryshe të dashurit e mi. Edhe me pa veten se ku jemi me islamin ton, në islamin ton, si bashkësi vlerash, dhe mos me leju, sot pas 35 vitesh, që energji të shumta që ne posedojmë, me na shku dëm të përqar e të ndar e gjithë secilin në një çoshk, e një nënhije, e në një përkatësi të mbrëmshme atë jashtme, si për të thënë, e rëndësishme është që unë vegetoj, dhe nuk ka rëndësi se çfarë vjen mrapa. Ne në fakt nuk jemi thirrë dhe nuk kemi ardhur për të vegetu. Ne me këtë islam jemi ftu dhe kemi ardhur për të jetuar me kryenalt dhe për zhvilluar të mirën tonë, kudo që jemi dhe përpara gjithkujt. Ne nuk kemi komplekse, ne nuk kemi asnjë problem për të komunikuar me askën dhe kudo qoftë dhe si do qoftë. Pse? Sepse ajo çfarë majmë në vetvete prej trashëgimisë të parëve tanë, e prej këtij islami me cilin Allah Azza wa Jalla na ka begatuar, na bën që me kenë në pozitat më të larta edhe me kenë kryenalt përpara gjithkujt. Mirë po, në pozitën e atij që këtu ka një vëlla, e këtu ka një motër, e këtu ka një tjetër, aty ka një tjetër, mirë po që shpesh edhe heziton me i dhanë selam sepse do ta marrë apo jo selamin, ai në të shumtën e rasteve nuk ka kurrajo me e majt krytën alt. Dhe ne nuk jemi shoqëni dhe komunitet për ta majt kryt ult. Dhe ne duhet ndahemi nga të gjitha politikat, nga të gjitha strategjitë e kujdo qoftë që na don me kry poshtë. Duhet me u angazhu rregulatorët në mesin tonë, matë urtët e matë pjekunit në mesin tonë, për me vendos një ekuilibër. Sepse për ndryshe, do të kalojnë vite, e kam frikë se Allah subhanahu wa taala nuk lejon që ne me vazhdu kështu ma shumë. Se edhe përpara nesh, përpara 67-s, ka pas njerëz që po të lexosh në historinë e tyne, do të gjesh shenja dhe detaje që thu, o vlla, çfarë është kjo? Dhe pse është kjo? Dhe si ka mundësi që në këtë realitet ku është filani dhe filani, të ekzistojë edhe kjo dhe kjo? Thuj, tamam si sot, si ka mundësi që në një realitet ku është filani dhe filani, të ndodhë edhe kështu, si që ndodhë me ne? Që do të thotë, që ne kemi nevojë urgjente të çlirohemi nga ky rrugtim, e nga çdo rrugtim sektar, e fanatik i verbër, e të kthehemi tek origjina e besimit dhe e fesë. Dhe nuk kemi vonë. Akoma ka ngelur në një qime e zezë në fytyrën tonë. Akoma nuk jemi zbardhur plotësisht. Dhe besoj se kjo është shenjë nga Allahu Azza wa Jall, që jemi akoma në kohë për mos me ukurit. Drita që nuk shuhet. Thotë doktor Feridi dhe me të drejtë. Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ata duan ta shuajnë fenë Allahut me gjuhët e tyre. Dikush me kalemin e tij, dikush me rrjetet e tij sociale, dikush me mediat e tij, dikush. Leni njerëzit në botën e tyre dhe në çoroditjen e tyre. Leni. Por jeni të merremi me veten tonë, me familjen tonë, me organizimet tona.
Unë shoh se shumë prej vëllezërve humbin kohë, sidomos në rrjetet sociale, duke u përballë me fantazma të së sotmes. Ky tha, ky shkroi, ka bën një roman, ky ka bën një kështu, ka bën një ashtu, edhe ne nuk ka mundësi dhe nuk duhet me leju vetes me u kthy në promovues të antivlerave apo të diçkaje që ne nuk na përket dhe nuk jemi të saj, dhe nuk e duam atë. Ne do të bëhemi promovues të vlerave tona, të mirësive me të cilat Allah Azza wa Jall na ka begatuar. Dhe energjitë që Zoti na i ka dhënë me i vendosur në shërbim të asaj për cilën Allah Azza wa Jall është razi. Po shohim në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Më thoni, sa është marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam me sa prej atyre që angazhoheshin ditë natë kundër tij. Një ajet kuranor, inna ne të kemi mbrojt edhe kemi heq barrat e atyre që tallen me ty. Inna kafejnaka el-mustahzi'in, u mbyll me seleja. Allah subhanahu wa ta'ala na thotë edhe neve sot, esni përpara, dhe këto merrem unë me ato. Ju shikoni bashkësinë tuaj, vlerat tuaja, as çfarë promovoni çdo ditë dhe bani në mënyrën më të mirë të mundshme, të dashtun dhe shtrenjtë. Pas 35 vitesh, mendoj se sfida e jon është leximi i drejtë, jo emocional dhe jo tekanjoz i Islamit, kuptimi i tij dhe përpjekja me urtësi për ta përhapur kudo, me këdo, pa asnjë lloj kompleksi. Çuditërisht, disa vëllazën në ligjërime të ndryshme e ndin duhmen e kompleksit, sidomos përpara dikujt që nuk është i familjes. Pse? Khair inshallah. Çka ka ndodhur? Pse komplekse? Pse frika? Pse hezitimi? Por kujdes. Ti mundesh me fol, edhe mundesh me prezantu, edhe mundesh me ra, edhe në rrjetën e dikujt që don me të kesh përdor. Por nëse thirrë si Islam, princi fetar, imami, hoxha, teologu, hatibi, vaizi, ku diun për këtyre emërtimeve, është njeri i aftë për të përballë me sfidat e kohës, njeri që nuk e ka mbyll marrëdhënien me dijen, me përkushtimin, me leximin, me marrjen e një certifikate para 10 viteve, nëse është njeri që ecë me hapin e kohës, edhe i ka krahët e fortë, edhe të ngrohtë me shokët e tij dhe kolegët e tij, sa mali i Taraboshit me ken, ata që duan ta hedhin në Grackë nuk e hedhin dot. Taraboshi është një mal i madh atje në Shkodër, si të themën Korabi, me ken se e kam edhe një vëlla shumë të dashur me emrin e atij mali të madh. Aty këtu ka një mani për të lexuar në jetën e shumë prej emrave të nderuar nga e shkuara, duke u ndalur vetëm tek një detaj, burgosja. Filani prej hoxhallarëve dietarë të mëdhenj, është burgos, është torturu, kyn burg, ajn burg, kyn burg, ajn burg. Dhe bëhet burgu çuditërisht si kryefjalë e krejt ligjërimeve dhe aktivitetit tonë. Në fakt, ne nuk duhet të fokusohemi tek përplasja, por të kthirja për të ndrequr, për të ndërtuar, jo thjesht thirrja për të bërë njerëz të mirë. Sepse nana e jon Hazreti Aisha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam, a mund të na kaplojë ndëshkimi i Allahut ndërkohë që në mesin ton ka njerëz të mirë? Tha po, kur të shtohet e keqja. Idha kathura al-khabath. Dhe kjo të shpije mrapa në kohë tek dy pejgamber të mëdhenj, tek një popull, njësoj si ne, tek Beni Israilët, që disa e kanë shefin e tyre thjesht me lexu edhe me rrëfy për Beni Israilët, si më kanë të thanë, ja, ata të zinjtë e kohës. Jo, vëlla, kjo është vërtet, ti mos u bën ziu i kohës. Ti mos u bën Beni Israil. Se në disa realitete ne ja kemi kalu Beni Israilëve. Në ato veset edhe detajet e jetës dhe sjelljes së tyre. Disa ndalen tek përplasja, ndërkohë që ne jemi të ftuar për të kenë rregullator. A ka salihun njerëz të mirë? Po. A duhet me pas? Po. A ka muslihun? A ka rregullator? Kjo pikë pyetje.
Dhe kjo është e vështirë. Me kënë regulator, dhe me thanë, me largu mallkimet e Zotit nga realiteti jonë. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ata nuk kishin kurraj me ndalu njëri tjetrin nga e keqja që bëhen në vazhdimsi. E thot dikush, edhe çfarë do të thonë? Edhe çfarë do të thonë? Janë ngritje në xhami, edhe që ka ndodhur kështu, edhe që për çfarë duhet mua? A të shkojmë pim një kafe edhe që rradhash. Kur nuk kemi kurrajon për të korrigjuar dhe për të ndreq atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet. Dhe energjitë tona i fokusojmë ku nuk duhet, patjetër që e keqja do të vazhdojë të përhapet, dhe Zoti na ruaj nga ajo që vjen sipas rregullave që Zoti ka vendosur në këtë gjithësi. Të dashur dhe të shtrejtë. Ne jemi të ftuar drejt një ajeti kuranor ku Allahu subhanahu wa taala urdhon dhe thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Me bashkëpunu për të mirë, në të mirë, po si me bashkëpunu? Ti nuk je tarikatit tim, ti nuk je medhhebit tim, ai nuk është i formimit tim, si me bashkëpunu me atë? Ose unë du me bashkëpunu me atë, po ai nuk më pranon mua, ai më paragjykon mua. Këtu është roli i menjëhershëm dhe shumë i vonum i rregulatorëve në mesin tonë. Këtu duhet patjetër që elita e prinjësve tanë fetare, hoxhallarëve, mendimtarëve, e lexuesve të pjekun me kenë bashk, me bashkëpunu për të rregulluar sa tjetër mujtun atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet në realitetet tona islame shqiptare. El muslimu akhul muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Këtë ju e dini, muslimani është vllai i muslimanit. Edhe nuk i bën pa drejtësi. Tashi, unë po ju lexoj këto pjesë dhe ti mylli syt për pak edhe mendo se çfarë impakti ka ky hadith në shumicën prej realiteteve tona. Muslimani është vllai i muslimanit, nuk i bën pa drejtësi, nuk e poshtnon, nuk e përgënjeshtron, nuk e nënçmon. Vazhdon. Dhe bën me shenjë nga zemra 3 herë. Ore rregulloni zemrat. Ore rregulloni zemrat, sa shumë e thjesht me fol, shumë hadithe. Mirë, po është shumë e vështirë me lexuar një ajet kuranor. Mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha. Ata që Allah azza wa jalla ju ala amanet dhe janë ngarkoi leximin e librit të shenjtë, Teuratin. Dhe ata nuk e majtën amanetin. Mirë, po umburren me dijen e umburren me kemathal al-himar. Si shembull një gomari me sepetët të mbushura me libra. Në vend të Teuratit vendos Kur'anin. Edhe në vend të mathalul ladhina humilu vendos veten tënde, shoqërinë tonë. Kjo është sprov. Është sprov. Dhe nuk është sprov për të rregu unë me gisht edhe ju me gisht. Jo. Kjo është sprov për të pas kurrajon me e pa të vërtetën dhe me u përballë me ti. Pa asnjë lloj kompromisi. Prandaj pyetja që du të bëj, duke marrë kthesën e përfundimit të asaj çfarë kam përgatit me të thënë përpara zotnisë tuaj, është: a jemi ne musliman? Me të vërtetë, a jemi ne musliman? Sa jemi ne musliman? Edhe cila është cilësia e islamit tonë? Çfarë islami jetojmë ne dhe promovojmë ne dhe dëshmojmë ne dhe përhapim ne në mesin e njerëzve? Kjo është pyetje. Dhe kur 35 vite pas atij fjalimit të madh dhe asaj ngjarje të jashtëzakonshme në qytetin e Shkodrës, nëpërmjet saj edhe në mbar Shqipërinë, ka sot shoqata për pajtimin e familjeve në prag divorci. Profesori jonë po thoshte që në Damask kemi një shoqatë të tillë, dhe unë jam president neri asaj dhe kemi pajtuar me 10 me qindra familje në prag të divorcit. Ndoshta pas 35 vitesh është koha që elitat e urta të muslimanëve të vendit të mblidhen për të shpëtuar familjen tonë nga humnera e divorcit. A nga humnerat e divorcit dhe përkatësive sklavëruese. E ardhmja, patjetër, është e islamit.
por një islam që duhet të kaloj pa tjetër nëpërmjet disa filtrave. Kur them një islam që duhet të kaloj nëpërmjet filtrave, sjellja e muslimanëve, komunikimi i tyre me njëri tjetrin, marrëdhënia e tyre me njëri tjetrin. Përndryshe, Allah Azza wa Jall e ka mundësinë me ndrru. Thot në Kur'anin familjar, nëse ju i ktheni shpinën, yastabdil qawman ghayrakum. Ka plot. Thumma la yakunu amthalakum, dhe nuk janë si ju, nuk do të jenë si ju. Ftovi është për fushën tonë, edhe mundësia është me jetu me faqe të bardhë, me krenari dhe me emyll me faqe të bardhë. Allahu na baft prej atyne që jetojnë, veprojnë, dhe largojnë nga kjo botë me faqe të bardhë, dhe na bën me jetu në hijen e dashurisë së Tij e me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, e me na bat të gjithëve nasib. Pasi të jemi largu nga kjo botë, e pasi të jetë bardhë ngjallja me pi nga dora e Tij sallallahu alaihi wasallam, shoftë edhe një hurth pas së cilit nuk ka ma etje. Allahu ju dashur, ju beqatoftë, ishte ner për mua dhe kënaqësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.